Ministri i Drejtësisë Toni Gogu ka ndërmarrë një sër lëvizjesh në krye të institucioneve kyçe të sistemit të burgjeve, duke i besuar drejtimin figurave që kanë një emërues të përbashkët, lidhjen e ngushtë me kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj. Ndryshimet e fundit brenda dikasterit të drejtësisë dëshmojnë një tendencë të qartë të kalimit të kompetencave drejtuesve që vijnë nga rrethi mbështetësve të Veliajt. Kjo dukuri po vërehet në 2 nga postet më sensitive të sistemit. Pas largimit të Klevis Qoses nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve në krye të këtij institucioni u vendos Adriatik Kupi, i cili njihet si një profil i afërt dhe mbështetës i kryebashkiakut Veliaj. Të njëjtën ministri Gogu ka liruar nga detyra Indrit Dodën për të emëruar Gentian Myrton në krye të shërbimit të kontrollit të brendshëm të burgjeve. Ky i fundit përpara kësaj detyre ka shërbyer si kryetar i njësisë administrative Vaqar, duke u pozicionuar hapur si pjesë e strukturës mbështetëse të Erion Veliajt. Ky rotacion vjen pikërisht në momentin kur shërbimi i kontrollit të brendshëm po transformohet me ligj të ri në një agjenci me kompetenca të zgjeruara. Tashmë kjo strukturë në drejtimin e Gentian Myrtos nuk do të kontrollojë vetëm sigurinë brenda burgjeve, por do të ketë në mbikëqyrje edhe shërbimin e provës, duke u bërë një nga hallkat më të fuqishme të monitorimit në vend. Fakti që të dy drejtuesit e rinj si Kupi ashtu dhe Myrto konsiderohen si njerëz të Veliajt ka ngritur pikpyetje mbi pavarësinë e këtyre institucioneve, sidomos në një kohë kur vetë kryebashkiaku i kryeqytetit përballet me një situatë rëndligjore, pasi ndodhet në burgun e Durrësit, i akuzuar për 13 akuza dhe 5 vepra të rënda penale.